Për xhamin e Vranocit është lëshu një berat sultanor. E ndërtua në kohën e perandorisë osmane, sipas rrëfimit ata përcaktuan një familje që të kujdesën për xhamin dhe e njëjta vazhdon edhe sot të jetë përgjegjëse për të. Xhamia e Vranocit pra ka një histori, historia nuk është krejt e zakonshme, për shkak se për xhamin e Vranocit është lëshu një berat sultanor. Berati është një dokument i njoftën atje, në dokumentet e perandorisë osmane, nëse s'gaboj është i dyti ose i treti për nga pesha, kuptimin administrativ. Dhe pra për xhamin e Vranocit është lëshu një berat sultanor, nëse s'gaboj ka qenë viti dikun 1824 ose 26, xhamia ka qenë ekzistuese dhe për shkak se një person i një familje këtu që është kujdes për xhami, këtu në fshat ju thojnë familja e Alizanelve, mahalla Bajegjve, sepse që thamë pra Vranoci kanë migru për i ke kysenit, po janë kreqen të një fisi, janë 3 familje, që mundet mu qujtë kështu si kushërit e largët, dhe janë baraktartë, Sylirejt edhe Bajesht. Plesht në thëshin se, për shkak se Bajesht, plesht e tyne kanë qenë njerëz ma fetarë, fshati në radë dakord që aty në mjullon kujdestarinë e xhamisë. Dhe kështu në pikat shkurta, në beratin sultanor, sepse është i përkthym, beratin vazhdon me rujt familja, kjo është një diçka shumë e çmueshme, se familja kanë rujt brez mas brezi. Madje thotë që edhe kanë pas edhe tendenca prej pushtetit serb, ju marrë atë dokumente, po ata kanë rujt me shumë fanatizëm atë dokument, dhe tash mas lufte është arë mundësia dhe mu përkthy, si dokument. Kështu pra afërsisht, pra berat shkruan se një person që ka pas emrin Zenel i biri i Iljazit, kështu që është përdorur në kohën, ai ka vdek dhe ka merr xhamia pa kujdestar. Dhe mandej Zavenska Diu i Pejs, që është i cekur me emrin Berat, ai e ka çuar çështën drejt tek sultani, dhe sultani ka lëshuar një berat, një dokument, një berat sultanor, me cilin kujdestarinë e xhamisë mandej ja beson një personi që ka pas emrin Selman i biri i Maksutit, që ka qenë një familje së njëjtë. Dhe ata e ruajnë dokumentin dhe vazhdojnë edhe sot e kësaj dite me pas atë kujdesën e xhamisë, edhe me pas atë ceremonialitetin, në kuptimin e qelësit xhamisë, të kujdesit, e mirëmbajtjes, edhe vazhdojnë me pas kujdes, me pas ndjenja, dhe konsiderat për xhamin.